nona e Amorit, radhiyallahu anha, është edhe shahidja e parë, nuk i përballoi torturave. Sa herë i rejpej lëkura prej kamgjekve edhe thuprave që e rrenin trupin e saj. Një plok që se zënudhen kërkujt, hade këta të rritë, ka frikë se këta rritën për së shënë, për plok. Po qëka që është e modhe u rritja? E Ebu Gjehlit, asoj kohë dhe Ebu Gjehlit të sotit, që me pas mundësi i rejpin ata të cëdët, thëjnë la ilaha illallah. Sepse i njëti gjen është, i njëti gjen i urrejtjes, urrejtje patologjike dhe islamit, edhe muslimanve. Të thonë plakën është në gjendje që sa herë ti tekej për dëfrem, për klasi, me marrë dhe me rej, me kam gjidja, me qka kam pas, edhe deri sa i bin të lëkura dhe ma nuk mundi me përballu torturën. E fundit aje që e përjetoj Sumeja, radhiyallahu anha, cila është shahidja e parë në islam. Ebu Gjehli ja lidhë të durët dhe siltë në përmëj, sa ne i sakni, për ngrej zhag një plakë, sikret. Edhe në fund s'mundet me hesu, ne përballon as ecik, shtrijet. Pastaj me shtiz e godet në vendin e nderit, që është nderi i femrave të ndershme, edhe prej gjakderjes pastaj vdesove, edhe nuk mundet me i përballu torturat.